Dolce, e di që më pëlqeu shumë sonte te ju të dy? Një sekund, lutem. Se Po është- Ledrit na sjell i paket cigaresh. I paket. Leti ledrin, tani se shive Edon këtu. Më ka pëlqyer diçka, se është gjëja më reale që ndodh mes dy njerëzve kur njihen, edhe nuk janë kështu fake, jo po zemra, jo po puçi. Po njifja ka mbaruar zemra. Unë uroj më të mirën, Okej, po qof se o vlla, ndodh. thjesht përplasin bot kuptimesh. Këtu tani testohet sa është pëlqimi real që e fuqizon që me qenë prapë bashkë apo jo. Po, ashtu si e pash unë Edon se si vepronte, mundonte që mos i jepte pesh asaj që pa videot në Big Brother atje në Itali. Big Brother, më Po fal. fjala ata kërcimet Po që me dhe ka djalë ashtu kërcime tjetër, të ai gjithë. është xheloz. Ai është shumë xheloz. S'ka pse tjetër. Ama ai edhe pse është xheloz, Unë kam tipin kështu edhe nuk e ndryshoj për di, asgjë do dhe që për më kupto, po flas bot kuptimin e atij, jo se ke bot i gabim. Nuk është e di xheloz, se no edhe do ishte xheloz për këto, për Ai është këto. shumë xheloz edhe ai nuk e shfaqe, u mundua që mos e bëje shumë peshën që ti ke kërcyer edhe me meshkuj tjerë, ju largu komplet atij muhabetit, që prap ta leje rrugën e hapur me Një të ty. tillë mund të ma bëj një i dashur, jo një që një po njoh. Po ai Ose është shkoni natyrë në xheloze, ama tani nuk ka lidhje statusi formal para njerëzve, ka lidhje se çfarë ndjen ai për ty. Në një moment një mashkull që të pëlqen aq shumë ty dhe sheh diçka që xhelozon aq shumë dhe për herë të parë për një femër ai nuk reagon, po hesht, ai është një shenjë shumë e madhe nga Edi për ty. Ama edhe nga ty, se si e teston Edin, je një femër shumë e fortë. Thjesht përplasje bot kuptime, se është gjëja më real që ka ndodhur. Ama edhe ai nuk i dha fare pesh, përkundrazi xhelozisë madhe që ka, nuk i dha fare pesh asaj, u mundua t'jape pesh vetëm çka keni bë këtu. Edhe ai është gjë shumë e fortë nga Vetëm një asaj mashkull. duhet t'i japi pesh. Vetëm asaj çka kemi bërë këtu duhet t'i japi pesh. Po, apo një mashkull që është xheloz, kur e shef që ti largohesh, dhe fjala ke kërcyer me një tjetër, ai e merr për xhelozi. Dhe ka edhe ai mund të ai kërcen me goca tjera. Po tregoj bot Flet me goca kuptimin. tjera, rri me goca tjera. Po tregoj bot kuptimin e atij, që zakonisht është në trojet tona. Më kupton si dua të them? Si, vabbè. Është çështje vlerësimi nga ana e tij për ty dhe që ai po i lën der vetes vetë që të jetë prap me ty, që të nifet prap me ty. Ai i ka lënë der. Se rastes do donte t'i lente der, do niste me shajt, me ofendu, Për çfarë? për xhelozin që ka Arsye? ndjehet, që t'ka pa që ke kërcy me dikë tjetër edhe pse s'është diçka e keqe, e kupton? Jo se ti je gabim. Po thjesht xhelozia e atij. Bot kuptimi i atij. Nëse një njeri është xheloz. Çfarë do lloj situate Ai tjetër për ty e ka lidhja. mbyt atë pjesë. O, a më ka mundësi mos flasim për këtë temë? Fare, vetëm ta dish ai për ty e ka Po e mbyt bëjmë këtë kaq pjesë. shumë të madhe, diçka Edhe që është nuk gjestë është shumë aq i e madhe. madhe. Ka ul një ego të vetën për të lënë rrugë Unë me e ty. vlerësoj Edon. Scusa, unë nuk them Po. që nuk e vlerësoj. Unë e Është gjë e bukur. Unë e vlerësoj. Capito? Po. Që se si. Però